Dhe tani është koha të luajmë me frutat e sezonit. Sa mirë i njeh ti frutat e sezonit? Cili është fruti më i pasur me kalium? A. Molla, B. Banane, C. Dardha. Përgjigjja e saktë është banania. Ajo ndihmon në ekuilibrin e elektroliteve dhe presionit të gjakut. A e dije? Nëse po, bravo. Nëse jo, shko tani dhe konsumo një banane. Cili frut është burim i shkëlqyer i vitaminës C? Mandarina, kiwi apo të dyja? Tundues se kjo përgjigje dhe në fakt e sakta është të dyja janë të pasura me vitaminë C dhe forcojnë sistemin imunitar dhe ndihmojnë lëkurën të prodhojë më shumë kolagjen. Me vjeshtën vijnë dhe problemet me tretjen. Por cili është ai frut që na ndihmon më shumë për të përmirësuar tretjen? Dardha, B. Rushi apo C. Molla? Dhe përgjigjja e saktë është se në fakt të treja na ndihmojnë, por ama trofeun e merr molla, e cila përmban pektin, një fibër që përmirëson tretjen dhe rregullon zorrët.